gjirojnë ëndrat. Përshëndetje dhe këtë të njëjtë jemi bashkë në Radio Travel në 104.6 FM me sheshet ku xhirohen ëndrat. Sot do të nisemi në një vend ku kamera takon egzotiken, ku spiritualiteti dhe sensualiteti jetojnë së bashku në një kornizë të vetme filmike. Me mua Kevin edhe Franci në studio. Si e Franci? Përshëndetje të gjithëve, jam super mirë Kevin, mezi po pres destinacionin e sotëm të njohim njerëzit me vende shumë të bukura, sepse kemi kapërcyer këto episode në Radio Travel në 104.6 nga Zvicra, nga Alpet e Zvicrës tek Riviera franceze. Kemi qenë tek ato kopshtet e bukura zen, medituese, janë kaluar në Japoni, kemi qenë edhe në Egjipt, kemi parë piramidat edhe Dhe jo vetëm. Dhe për episodin e sotëm të thash një 2-3 gjëra, elemente specifike në fakt të vendit të sotëm, po për kë mendon se mund të jetë? Po, tani ti thuash një vend egzotik, kështu që ma mendja duhet të jetë me ishuj dhe Tajlanda. Është Tajlanda. Mirë se erdhët në Tajland, njerëz, është një vend ku nuk është vetëm simbolik, është një vend nderi, është një vend ku këto praktikat spirituale janë shumë janë të dukshme, si të thuash, në të njëjtën kohë. Është një vend shumë interesant, egzotik, ku çdo gjë mund të ndodhë dhe prandaj zgjedhin regjisorët që të bëjnë filmat e tyre atje. Dhe ka patur shumë, në fakt, shumë regjisorë që e kanë zgjedhur, sidomos ato nga Hollywoodi, pra shumë produksione kinematografike hollywoodiane janë zgjedhur që të xhirohen në Tajland. Të mungon ajo hyrja ime Kevin. Ti e di vetë që kështu se them fare, vazhdo. Sot do të ndalemi atje njerëz, ku ajri është i ngrohtë edhe në mesnat, ku aroma e erëzave përzihet me kripën e detit, ku tempulli i art shkëlqen përballë qellgërvishtësve prej xhami. Tajlanda nuk është vetëm një vend pushimi. Në fakt është kontrast, është ngjyrë, është histori që rrihet si ai lumi në mes të qytetit që quhet Chao Phraya River. Njerëz, ne jemi në sheshet ku xhirohen ëndrat me mua Franci dhe Kevin 104.6. Tani do shkëputemi për pak për të dëgjuar muzikë dhe rikthehemi. Jemi rikthyer këtu me sheshet ku xhirohen ëndrat në Radio Travel dhe tani do të flasim për regjisorët e mëdhenj që zgjodhen Tajlandën. Ka vende që janë shumë të bukura, por Tajlanda është vizualisht hipnotike dhe regjizori i parë që kam zgjedhur për sot është Danny Boyle me filmin The Beach. The Beach nuk mund të mungonte patjetër me protagonist Leo DiCaprio, që edhe këtu në këtë film është duke vizituar një ishull, pavarësisht se siç e tham herën e kaluar që ai ka qef ca ishuj të tjerë që mund t'i përmendim Franci. Shumë ishuj po qarkullojnë tani, por jo, ne nuk do ta përmendim, e lëm më mirë këtu te kjo gjëja jonë e bukur filmike, poetike dhe kështu me radhë. Në fakt Leo DiCaprio ka bërë disa filma me ishuj, Shutter Island, edhe The Revenant që thamë herën e kaluar, që u mendua sikur ishte xhiruar në Japoni për shkak të peizazheve shumë të sakta si me ato të Amerikës, po qëndrojmë tek The Beach. Sot jemi në Tajland dhe një atmosferë krejt ndryshe, një histori që kërkon parajsën. Pra Leonardo DiCaprio në këtë film ban rolin e Richardit, një djalë amerikan që është mërzitur me atë jetën e shpejt atje dhe do të ketë një shkëputje për të bërë një aventurë tjetër dhe niset në Tajland ku takohet me një çift francez. Aty ata kanë një komshi që për shembull ndodh ndonjëherë që ke një komshi çuditshëm që nuk flet, nuk i kupton ato lëvizjet që bën. Po është gjithmonë një komshi i çuditshëm kudo që ti jeton Kevin. Në këtë rast Leo DiCaprio gjeti në Tajland. Po. Gjetën këtë komshiun edhe i vodhën një hartë. Dhe tek harta që gjetën aty thuaj që do të çonte në një ishull ku njihej si ishulli i parajsës. Paradise. Dhe në këtë rast për ishullin në cilin e kemi fjalën quhet sot Maya Bay. Filmi është xhiruar në 99 dhe menjëherë pati një boom turistik nga amerikanët që zbarkuan menjëherë në Tajland dhe që prej asaj kohe deri tani vendi është një nga ishujt më të famshëm, po e di çfarë është një gjë e mërzitshme ose të paktën që nuk mund të më vjen mirë kur e dëgjoj, nëse dua që të shkoj në Tajland tek Maya Bay, është që aty nuk mund të lahesh tani. Mund të futesh vetëm këmbët për arsye se numri i turistëve është shumë i lartë edhe të bën që të mund të ketë ndotje edhe këto gjërat e tjera që ata duan t'i shmangin, prandaj kanë marrë këtë politikë që mos t'lahesh atje. Në fakt ne këtu në sheshet ku xhirohen ëndrat, Kevin, kemi folur për shumë filma të cilët kanë vite që janë xhiruar edhe prap jehojnë edhe në vitet e sotme. Domethënë destinacionet ku zgjedhin këta turistët për të shkuar, veçanërisht sepse kanë parë këta filma, qëndrojnë edhe sot e kësaj dite në majat e turizmit global. Kjo është e çuditshme, por dhe e bukur në të njëjtën kohë dhe ne si vend e vendosim teksin gjithmonë atje, duhet të marrim parasysh këto strategjitë e marketingut që bëjnë shtetet në përballë. E kemi thënë që kinemaja është një politikë në vetë në fakt për turizmin dhe ky film rezultoi i tillë. Okej, ne vazhdojmë me filmin e dytë që në fakt është Only God Forgives, një film i Nicholas Winding Refn,
Me protagonist Ryan Gosling, është Bangkoku i errët, i heshtur, pothuajse ritual, edhe është Ryan Gosling që ka ato si thua ato dy luftimet e veta me ato dritat e kuqe, me neonët, me Bangkokun në dark. Vizualisht është një mrekulli, një e tërë Tajlanda në fakt, edhe në gjë që ne do shohim gjatë episodit sotëm, po Bangkoku veçantia. Kjo është e vërtet, mua më pëlqen shumë si thua vizualisht se si regjisorët e ndërtojnë qytetin natën. Pra me ato ngjyrat, kjo është edhe çështje stili sa i takon kinema, sepse çdo regjisor ka stilin e vet. Por këtu regjizori ka zgjedhur këtë kontrastin mes dhunës urbane dhe asaj qetësisë budiste, që në fakt krijon atë që quhet tensioni estetik. E pam këtë edhe radhën e kaluar kur folëm për Japoninë, se si këto si thua praktikat shpirtërore meditative përdoren shumë bukur si simbol për të treguar pastaj të kundërtën këto filmat me aksion, me dy luftime, me adrenalin. Dhe pikërisht këtu tek Only God Forgives është Tajlanda që shfaqet në fakt si një simbolik shumë e bukur mes karmës dhe fatit që ndërthuren me njëra tjetrën në heshtje. Dhe kinematografikisht ajo kamera lëviz ngadalë dhe duket sikur është një meditim i tensionuar, shumë i bukur ky tok fjalë shikevi. Meditimi i tensionuar, shumë i bukur. Po. Sa gjuar estetike tensionuar, po dhe meditimi tensionuar në fakt funksionon edhe në Tajlandë ne e gjetëm këtë. Po pra, është kontrasti, po. Po tani erdhi radha për një hapësirë tjetër muzikore, do të rikthehemi sërish për të folur për kinastët e mëdhenj që zgjodhen Tajlandën. Ne jemi këtu në sheshet ku xhirohen ëndra, dëgjohemi pas pak. 104.6 Radio Travel, sheshet ku xhirohen ëndrat me mua, Francin edhe Kevin, do jemi bashkë si çdo të njëjtë në orën 17 dhe sot po udhtojmë nëpërmjet Tajlandës. Është shumë vend interesant me të drejtën, Kevin. Me gjitha këto që pam që në fillim mua më bën që të shkoj atje dhe ta vizitoj, po ka edhe më shumë për të rezervuar Tajlanda që do t'i shohim në episodin e sotëm. Tani do të flasim për një regjisor tjetër që e zgjodhi Tajlandën. Ky radhës është një kineast ndërkombëtar dhe është Martin Campbell me The Man with the Golden Gun. Sigurisht. Nuk mund të mungonte James Bondi dhe filmat e sagës së tij. E disim duket ndonjëherë sikur e kemi James Bondin këtu midis nesh dhe thot po, tu kam qenë unë. Po ja kemi dhënë stafetën, thamë edhe atë gjënerin e fundit që nëse e merr Jacob Elordi do t'ja marrim stafetën, po nuk e dim tani të shohim. Çështje personale, ndjesie subjektive në të njëjtën kohë kemi thënë, por gjithsesi ta shikoj. The Man with the Golden Gun është xhiruar në Khao Ping Khan. Do të na falni edhe për emrat, për mënyrën se si i shqiptojmë. Po janë shumë bukur, këto emrat mua më kanë pëlqyer gjithmonë, se si kanë tingëllim të veçantë dhe duket sikur vetë emrat të çojnë pikërisht tek Tajlanda, tek ato vende. E kupton sepse kanë një lidhje asociacion kështu me vendin që mënyra se ne i themi mund të mos jetë gjithmonë e dura, po ka një të vërtetë mes asaj, gjithmonë. Dhe Khao Ping Khan është zgjedhur për arsye se ka formacione shkëmbore që dalin vertikalisht nga deti. Kjo për ato skenat ekstreme që James Bondi gjithmonë ka shumë dëshirë dhe ka shumë qejf që t'i përfshi në filmat e tij. Janë ujërat e qeta që duken të qeta, po që mbartin shumë mister dhe që James Bondi i zbulon me kohën, ndërsa horizonti duket i paprekshëm. Pas filmit, e di që ishulli e mori emrin si ishulli James Bondit, edhe në këtë rast kinemaja është shumë prezente. Edhe duket sikur përveç se e riformaton Tajlandën edhe ripakzon atë me një emër tjetër. Tani po të bëjmë pyetje Kevin që në fakt e kemi diskutuar edhe tek episodet e kaluara këtu në sheshet ku xhirohen ëndrat, atë duket edhe ty sikur për shembull shkon në një destinacion dhe di që është xhiruar një film atje ose një sken filmi dhe ti do patjetër të përjetosh të njëjtin emocion, si më thënë të bësh ato aventurat e tua, të ndjesh një James Bond. Po kjo është shumë e vërtetë në fakt se ka filma që mund të t'ingrijnë pritshmëri shumë lart edhe kur shkon atje se mua më ka ndodhur që të domethënë filma që kam parë të shkojnë në vendet që janë xhiruar edhe nuk mund të kem marrë të njëjtin feedback si nga filmi, po që gjithsesi ja kam dalë në fund që të krijoj atë eksperiencën time atje edhe të kem edhe unë atë historinë time. Kjo është magjia e kinemas pastaj që një vend super të bukur siç mund të jetë për shembull Tajlanda me këto efektet e kinemas, me ngjyrat, me kolonat zanore, me efektet vizuale dhe kështu me radhë ta bëjnë edhe më të bukur patjetër, por duhet të shkosh vetë atje dhe ta shikosh se si është për ta përjetuar tamam. Ne vazhdojmë me një rubrik tjetër këtu në sheshet ku xhirohen ëndrat, sepse tani do flasim për top 5 produksione që rritën turizmin në Tajlandë. Dhe e di kush është filmi i parë, Kevin? Një nga
produksionet. Mund të më thuash? Është The Impossible. Sigur ta në dija fakt që do ishte në listën tënde ky filmi. Patjetër, është nga regjizori Bayona, e shqiptova mirë, më duket. Nuk ka rëndësi ajo, por rëndësi ka që ajo që ti do të thuash është përveç se e zgjuar është edhe mbi gjitha shumë e vërtet. Po, sepse në fakt The Impossible bazohet në një ngjarje të vërtet, kujtojnë protagonistët Naomi Watts, Ewan McGregor dhe Tom Holland, një çift, një histori familjare që shkojnë për turizëm në Tajland dhe bëhet fjalë për disa kohë përpara se sa të ndodhte ai tsunami shumë i frikshëm në vitin 2004 që përfshiu të gjithë oqeanin Indian. Filmi në fakt është xhiruar në zonën e Khao Lak, një nga rajonet më të goditura nga tsunami që ne po flasim, dhe është pikërisht ky kontrast i madh që tregohet se si ka qenë kjo zonë përpara sa të ndodhte katastrofa e madhe dhe sigurisht edhe filmi e trajton pastaj se si u transformua totalisht shumë njerëz që humbën jetën ato përmbytjet e mëdha. Dhe çfarë janë në fakt prezente në Tajland gjithmonë këto kjo përmbytjet, është po vërtet. që kanë marrë masa edhe për shkak prandaj edhe pallatet aty janë shumë të larta për arsye për të evituar gjithë dëmet që mund të vinë nga tsunamit. Dhe ajo që ndodhi është që njerëzit pas shfaqjes së filmit më vonë filluan që ta vizitojnë rajonin e Khao Lak shumë për të parë edhe për të ndjerë nga afër dhe për të prekur nga afër, si të thuash, këtë fatkeqësi natyrore, por edhe se si është dukur më përpara se sa të ndodhte tsunami në këtë rajon. Është e çuditshme, njerëzit për shembull nuk kanë frikë të shkojnë dhe ta vizitojnë. Ti do ta bëje, Kevin? Po, patjetër. Do ta bëja gjithmonë. E ke parasysh kur të them që bëjmë pak paranojak për sa gjëra edhe mendoj më të keqen, po jo, në Tajland do ta bëja si eksperiencë dhe do doja ta përjetoja një tsunami atje, po sigurisht nga një kat shumë i lartë, se nuk do doja që të isha në tokë. Gjithmonë më surprizon Kevin ka nga një ide për të më thënë çdo të enjte në orën 17 kur ne xhirojmë, kur regjistrojmë në sheshet kur xhirojnë, sa do doja ta përdorja këtë termin e xhirojmë edhe ne këtu sepse duket si një skem filmi dhe kjo. Mund ta përdojmë s'na pengon askush. Pra, kjo është e vërtetë. E xhirojmë episodin tonë. Ti je djali i surprizave, gjithmonë më surprizon. Thua njerë kanë frikë, njerë jam paranojak, njerë do ta vizitoja, njerë jo, nuk e di. Po për shembull, në episodet e tjera gjithmonë ke thënë që diku do xhironim një film, diku do bënim një guid jo profesioniste siç ishte ajo e japonist, po këtu në Tajland çfarë mund të bënim bashkë? Në Tajland ja për shembull mund të vizitonim këtë memorialin e tsunamit, këtu tek rajoni Khao Lakut, që ne po përmendim këtë filmin, mund të bëjmë zhytje tek këto si Million Islands, të qëndrojmë në resorte. E kupton, ka pafund gjëra që rrit tek zhytjet edhe besoj shëtitjet me varka që do ishin shumë fantastike. Ato janë shumë të bukura edhe gjithmonë ma bëjnë zili kur më dalin në këto reelsat e Instagramit. E kupton? Them me vete gjithmonë, po pse bre nuk jam aty. Do jetë dhe fati jon, po ha. Mirë, njerëz, ne vazhdojmë që ndrojmë bashkë këtu në sheshet ku xhirojnë ëndra 104.6 me mua Francin dhe Kevin. Kemi prap pak muzikë të mirë dhe rikthehemi sërish bashkë. Jemi rikthyer këtu në sheshet ku xhirohen ëndra dhe po flasim për filma që rritën turizmit. I radhës nuk është një film, po është një serial dhe quhet White Lotus me regjisor Mike White. Ky është një nga serialet, nuk e kam parë Kevin, por kur po flisnim, është një sugjerim nga unë për ty edhe për gjithë dëgjuesit që nuk duhet mungojmë patjetër në listën tuaj. Atë do thoja që Kevin ishte shumë entuziast sepse kur po diskutonim se çfarë ishin këto produksione që rritën turizmin, edhe Kevin tha patjetër këtë serial e kam të preferuar, Franc duhet ta shikosh. Kështu që është një serial që duhet parë patjetër, meqense është edhe sugjerimi i Kevinit. Tani, vetëm sezoni i tretë është xhiruar në Tajland, sepse dy sezonet e tjera janë xhiruar në dy vende të tjera, sepse filmi apo seriali ndjek këtë strategji. Por çdo vit përveç se ndryshohen vendet që filmohen, gjithashtu edhe personazhet. Pra çdo sezon ju gjeni një personazh të ri. Këtu paraqitet ai luksi përveç se shpirtëror edhe luksi material, sepse seriali është i vendosur në një rrjet hotele shumë luksoze siç janë ato të Four Seasonsit. Tu ke vila mbi det, spa tradicionale dhe tempull budist mes gjelbërimit tropikal. Që kanë të gjitha Kevin. Kushdo që të shkojë aty te resorti, te këto plazhet me këto gjërat e luksit apo të tjerë që duan të zgjedhin, si thua, këto tempujt sepse janë më natyra meditative, religjioze dhe kështu me radhë. Edhe është rritur turizmi. Po, përveç se është rritur turizmi dhe nga entuziazmi harrova të thoja Franci që është xhiruar në Koh Samu. Koh Samu dhe nëse vendosin që të shkoni edhe ta vizitoni atje, mund të merrni këto retritet e meditimit apo programet detox, yoga buzdetit dhe shëtitjet me varg, ja ku na dolën shëtitjet me varg Franci. Sot i madh, imagjinoje yoga buzdetit një mrekulli, domethënë në atë si thua në atë peizazh dhe ti arrin që të bësh yoga, kthehesh këtu në Shqipëri i karikuar 100% Kevin.
Nuk e di se si do arrije të fokusohesh për shembull për arsye se je rrethuar vetëm nga zhurma kafshësh edhe është një gjë shumë e bukur te seriali që kur ndodhen në balkon një skenë ku i vinë këto majmunët edhe i marrin edhe ushqimin. Po, ti je i rrethuar praktikisht nga natyra, Kevin, sepse janë kafshë të cilat zhurmët e tyre si thua janë zhurmë të natyrës. Edhe imagjinoj pak, më mirë të bësh yoga në atë lloj mjedisi që ti e quan të zhurmshëm, sesa ta bësh këtu në mes të si thua trafikut, zhurmave të makinave dhe lëvizjes së njerëzve. Atëherë ne tham një vend që duhet të shikoni dhe serialin, por dhe ta vizitoni, mos e lini pa e vizituar kur të shkoni në Tajland. Ndonjë gjë që të mbetet merak, Kevi, nga seriali? Jo, se tani më është bërë koka lëmsh nga që e dua shumë si serial edhe nuk më di çfarë them më përpara që kështu po ta lë ty tani. Okej, kalojmë tek The Edge of Reason. Bridget Jones, protagonistët Rene, Colin dhe Hugh, si i themun këta, Kevin sikur i kam shok. E ke parasysh? Ama se kanë luajtur këtë filmin. Se i ke parë dhe i ndjen ndoshta pak të afërt, edhe të pëlqejnë ndoshta. Po, patjetër, sidomos Colin Firth, hyn ndër aktorët e mi të preferuar. Në fakt e kam parë në disa filma. Është interesant si aktor, megjithatë. Qëndrojmë tek Bridget Jones sepse na paraqet Tajlandën egzotike, romantike, idilike në të njëjtën kohë, Kevin. Segmentet e xhiruara në paket, e thash mirë. E the shumë mirë. Po, forcuan imazhin romantik të Tajlandës, plazhet e arta, ato perëndimet magjike dhe resortet buzdetit janë kryefjala në fakt edhe e këtij produksioni. Në fakt e gjithë Tajlandës janë si kryefjalë resortet. Po. Se është e mbushur me ishuj, plazhe, njerëz që se jemi këtu mos harroni, Vaska super oferta për t'ju bërë pushimet pa harueshme, nxitoni të rezervoni pushimet tuaja. Dhe meqense jemi te paket, ai ofron island hopping drejt Phi Islands, darka romantike në plazh dhe eksplorim të Old Town me një arkitekturë sino-portugeze. Në fakt, to janë ato vendet ku kanë ndikuar kolonitë, si më thënë, ato që kanë ardhur nga Europa dhe kanë kolonizuar vendet këtu dhe kanë lënë arkitekturën e tyre si një shenjë të pushtimit edhe kështu me radhë. Kjo është një gjë që është në të gjitha qytetet e Tajlandës ku kanë një lloj arkitekture të ndryshme të përdorur për shkak të gjithë këtyre kolonive që kanë ardhur edhe kanë lënë edhe ato gjurmët e tyre. Okej, i radhës Kevin kush është? Është Rambo me Sylvester Stallone. Duhet kemi kujdes se ndoshta vjen na futet na pret edhe neve, por nuk do themi fjalë të këqija për të. A ndjesh ndonjëherë një Rambo ti Kevin? Dhe nëse po, kur? Ka momente që do doja të isha një Rambo edhe merrja para kush më del, po. Ja që se bën dot. Nuk e bëj dot se na kap ligji, se jemi dhe plus 18 tani. Me Sylvester Stallone, filmi sjell Tajlandën e egur pranë kufirit me Myanmarin. Xhungël e dendur, lumenj malor dhe natyrë e papërpunuar, sidomos në rajonin e Chiang Mai. Besoj ta kenë thënë okay edhe këtë. Patjetër. Chiang Mai është shumë i kapshëm për veshin, besoj është kështu. Është keq në fakt. Po gjitha këto gjëra që unë përmenda tani, nëse shikoni filmin i keni të njëjta edhe sot, edhe në ditën e sotme, po vetëm se kanë dalë njerëz që janë çik më të zgjuar se Tajlanda kryesisht është një rajon shumë i varfër, po këto njerëz të zgjuar e kanë monetizuar duke krijuar aktivitete që mund të zhvilloni atje. Mund të ofroni trekking që në ndryshim nga hiking janë xhiro më të gjata, pra janë xhiro me ecje që mund të shkojnë deri në disa ditë. Shikoj se çfarë bën njerëzit, të gjejnë arsye për të bërë lek. Domethënë, ne e kemi parë në të gjitha destinacionet që kemi shkuar deri tani në sheshet ku xhirohen ëndra, Kevin, por gjithmonë unë surprizohem se si njerëzit kur vjen puna e marketingut dhe ta shesin produktin e tyre, ju pjell mendja, e thon kështu shqip fare, ju pjell mendja për të nxjerr super gjetje. Super gjetje dhe kjo e trekking në fakt është super gjetje sepse është edhe lodhje fizike dhe shpresoj që të paguhen mirë këta njerëzit atje. Megjithëse e dyshoj. Tjetër gjë që ju mund të bëni atje është rafting dhe përvoja autentike në fshatra tradicional. Për shembull, sikur edhe të provosh një pjatë të zonës që do ishte shumë fantastike, po flisim në fakt çfarë me Neadën edhe na tha që atje kishte provuar një si lloj syltjasi siç kemi ne syltjasin me mango. Po, kishte qenë në Tajland dhe ky turizmi që i takon kulinarisë po bëhet gjithmonë më i pranishëm kudo nëpër botë. Ne tek zgjohë po deshe kemi folur vazhdimisht për këto destinacione që ofrojnë pikërisht këtë lloj gjëje. Gastronominë e vën në vend të parë. Miro Kevin tham goxha gjëra të shkëputemi? Shkëputemi për një hapësirë muzikore. Tani do të rikthehemi për rubrikën e radhës që besoj e keni mësuar. Sepse kemi dhe një film në fakt dhe pastaj kthehemi tek rubrika e radhës. Pa merak, po nuk harroju Kevin, dëgjoj muzikë dhe rikthehemi shumë shpejt.
Jemi në sheshet ku xhirohen ëndra dhe tani është filmi I radhës nga Franci që unë e harrova fare që e kishte, po e pra si harrove Jasonin e madh ti. Është një film që mua më pëlqen shumë. Të pëlqen Mechanic, ë? Resurrection, Jason Statham. Në fakt filmi është I si thua I fokusuar te këto gjërat e luksit në përgjithësi, është ky jugu I Tajlandës dhe e bën të mundur nëpërmjet kinemas këtë kombinimin e luksit të madh dhe aksionit në të njëjtën kohë. Janë ato vilat mbi shkëmbinj, deti Smerald dhe gjire të fshehta përreth paket dhe Pang nga Bay. Shpresoj ta kem thënë. Edhe këtë e ke thënë mirë. Mirë, sepse janë termat jo shumë të familjar me veshin tonë, si thua Kevin. Ore të shkojmë ne pa I themi si të duam. Themi si të duam, kjo nuk ka rëndësi fare, po e di që është një gjë interesante me filmin që nëpërmjet kulturës së memeve një skenë është rrënjosur shumë në mendjet e njerëzve. Është ajo skena ku Jason Statham tek ajo pishina atje I ça në pishinën për zbritur por sepse ka një mision për të vrarë dikë, edhe e kanë bërë shumë meme duke krijuar shumë ku diun gjëra, situata, se është pak edhe me humorin anglez edhe amerikan që e kanë disi të thatë, nuk është shumë I ngjashëm me atë tonin. Po, nuk thon kot paç fatin e Jasonit që të shkosh aty për gruan që ka apo? Jo për gruan, jo, për të shkuar për të xhiruar filma në Tajland, edhe bën film edhe e shijon atë Tajlandën. Unë e shikoj çik edhe nga ana aktoriale, ti e ke vënë besoj. Po unë e di shumë mirë që kjo analiste e ty nuk mungon kur, po thash të shkëpusja pak se pra kjo zona ku është xhiruar Mechanic është një zonë me një destinacion në fakt perfekt për këto vilat private, boat charter dhe turizëm premium, elitar. Duhet të kesh një çik xhepin të dy në fakt xhepat plot për të bërë pushime siç duhet në këtë zonë që ne po flasim. Mirë Kevin, si pa gjë të keqe kemi mbërritur tek rubrika që na pëlqen të dyve dhe është Sheshi I ditës. Sheshi I ditës. Për t'ju prezantuar një vend shumë të veçantë që nëse shkoni në Tajland nuk duhet ta humbisni. Të gjitha këto janë shumë veçanta se Tajlanda në përgjithësi është një vend magjepses do ta quaja. E di si më vjen Kevin, Sheshi I ditës, nga që e kemi nga Zio Podeshe që kemi festën e ditës. Edhe unë kur e kam dëgjuar atë tek Zio Podeshe, po. Gjithmonë ka ardhur në mendje kjo, po nuk ja u marrim dot, si madje në një moment po prisja dhe sigletën, bam, Sheshi I ditës atje. Ku jemi? Jemi në Wat Arun. Shpresoj që edhe këtë ta kem thënë në rregull dhe është tempulli I Agimit, njihet si tempulli I Agimit për arsye Agimi është ndonjë njeri që ka emrin Agim atje. Jo komshiu Agimi, po komshi tempulli. Tempulli Agimi ngrihet buz lumit Kao Praia River si një kuror porcelani dhe ari. Arsye pse quhet si një kuror porcelani është sepse ja këtu gjem arkitekturën kineze. Koloni që kanë qenë atëre e kanë kullën kryesore e kanë ndërtuar me material porcelani që në mënyrë që drita gjatë agimit, prandaj e ka dhe agim. Qartë, okay. Bie si një ngjyrë roze e zbet. Kjo duhet të jetë një mrekulli, të ngrihesh në mëngjes edhe të shikosh këtë magji, Edhe kulla është aq e detajuar Franci, duhet ta shohësh. Okej. Ose duhet ta vizitojmë. Pra, për ta parë shikojmë që tani në ore, po puna është të shkojmë. Ndërsa në perëndim silueta e tij duket dramatike mbi horizontin urban të Bangkokut. Wat Arun simbolizon harmoninë mes qytetit modern dhe rrënjave shpirtërore. Okej, ky qen ka një destinacion që nuk duhet humbur për asgjë në botë. Prandaj e kam sjellë se zakonisht e sillim një vend, po kësaj radhe kam sjellë një vend specifik siç është një tempull dhe është Wat Aruni si tempulli I Agimit. Tani që të marr veten unë nga ky sheshi I ditës që ti sapo na the mua dhe dëgjuesve të Radio Travel 104.6, a ka mundësi të dëgjojmë një këngë të lutem Kevin? Dëgjojmë një këngë për shefin tonë dhe për gjithë atyre që po na dëgjojnë dhe do të kthehemi me kthehemi pastaj me vendet që duhen vizituar patjetër dhe janë sugjerimet që ne I bëjmë gjithmonë. Kthehemi pas pak. Sheshet ku xhirohen ëndrat 104.6 Radio Travel, Kevin dhe Francis sot po ju çojnë në Tajland. Dhe kemi mbërritur te kjo rubrika që ne e quajmë 3 vende që duhen vizituar patjetër në Tajland. Pra që duhet t'i keni parasysh gjithmonë kur planifikoni ato pushimet tuaja, ne ju sugjerojmë ca vende shumë të bukura dhe mundësi pafund për t'u argëtuar dhe për të parë atje. Për gjithë ata që do shkojnë lapsin edhe letër, ndërsa për ata që kanë shkuar edhe nuk do I kanë vizituar këto 3 vende, shkojnë edhe një herë me patjetër. Patjetër, nëse ju ka bërë përshtypje patjetër. I pari është Chiang Mai dhe konsiderohet si ajo qetësia veriore në Tajland, rrethuar me male dhe me pyje, është në fakt zemra edhe kulturore e Tajlandës. Ka mbi 300 tempuj budist. Mund të zgjidhni një prej tyre.
unë si njeri që jam shumë i dhënë pas këtyre përvojave spirituale, praktikave spirituale, do ta po vizitoja. në Tiranë ke ndonjë ke gjetur? Po, kam gjetur patjetër, domethënë unë i përkas besimit bektashik, kështu që unë shkoj vazhdimisht tek kryqëzata që është këtu në Tiranë. Megjithatë do jetë shumë ndryshe kjo përvoja që ta vizitosh një tempull budist që e kam pasur gjithmonë ëndër për ta bërë, dhe ku më mirë se sa në Tajland, mbi 300 thot te ky rajoni këtu. Shkoni njerëz, vizitojeni se janë super interesante. Ka dhe manastire meditimi, Kevin, nuk janë vetëm tempujt. Janë të gjitha, janë të ndara në fakt. Gjatë një festivali që quhet Yipeng, e di kush është specifika e Yipengut? Është që ti shikon këto fenerët të ndriçues mira, fenerë që ndriçojnë qiellin. Po, ajo e di atë e kam parë, më ka dalë edhe mua ajo. Ajo është një përvojë që nuk duhet humbur. Imagjinohet që të qëndrosh këtu me kokën lart në mënyrë romantike, idilike, të shikosh këto fenerë. Ta ngrish një të tillë vet. Po, edhe ta shohësh se si u mbet aty në qi me shumë të tjerëve, po që prapë është shumë e bukur si gjë. Aktivitetet që nuk duhen lënë pa u bërë në këtë rajon janë trekking në Doi Inthanon, kurse gatimi tradicionale dhe vizita në Sanctuary Etik për elefant. Nuk e di se çfarë është kjo, por duhet të jetë interesante. Besoj që të shkosh nga traditat e zonës, po nëse shkoni atje e merrni vesh se çfarë është. Po, me elefant domethënë. Bëja për elefant, këtë e mora vesh. Okej, kush është vendi i dytë, Kevin? Është Phuketi. Phuketi që e përmendëm pak më lart, po. Është energjia tropikale me plazhet e bardha, ato ujërat e kristalt edhe një jetë natë shumë dinamike. Po natën aty duhet bësh pak kujdes Franci, ke dëgjuar se çfarë thonë që. Çfarë thonë mëre? Nuk e di se me kë përfundon edhe kë shoqërohesh. Jo, nuk di gjëna juaj, mos na fut tekrave Kevin dhe mos i trem të gjithë ata që kanë lapsin e letrën e thonë, "Jo, se tha Kevin." Po ti shkon me grupin tënd, por burçke nuk përzihesh me asnjë atje. Në rregull. Dritën eksploron gjyre të fshehta dhe ishur përreth me ato gjyrat me varka që do ta bëjmë edhe këtë Franci. Edhe gjyrat me varka do ta bëjmë. Sa gjëra kemi lënë deri tani pa bërë mo Kevin, si më realista mua që tek Zvicra i kam shënuar pa merak. Edhe ata që po na dëgjojnë tani dhe që nuk kanë humbur asnjë episod tonin, ti jesh i bindur që i kanë shënuar të gjitha këto që ne po themi. Natën shijon tregjenate dhe rooftop bar, sepse kjo është një veçanti e Tajlandës. Në fakt që natën, për shembull, këtu mbyllen marketet, gjitha kanë një orar të limituar, atje gjithë natën ke tregjet me erzat e zonës, gjithë ato gjëra tradicionale. Është ajo aroma tipike në fakt që tërheq. Po. Kjo është shumë interesante. Shumë e bukur edhe Phuketi për këtë quhet balanca mes relaksit dhe gjallërisë urbane. Super, e morëm vesh edhe për Phuket se çfarë mund të gjeni dhe tani kalojmë tek një tjetër sugjerim. Kurioz jam si do ta thuash këtë. Kurioz jam edhe unë si do ta them Kevi, palem ti. Ayatthaya. Ayatthaya? Është okay, e morëm vesh njerëzit për këtë po flasim. Dhe në fakt njihet si Madhështia e humbur. Ayatthaya është ish kryeqyteti lash mbretëror dhe sot në fakt është park historik i mbrojtur nga UNESCO. Është një rëndësie të veçantë, duhet thënë. Statuja të Budës të përqafuara nga rrënjët e pemëve mrekulli. Imagjinoj një statuj të Budës, prej vitesh atje, ato rrënjët e pemëve që dalin dhe që i rrethojnë këto statuja. Pra ku natyra dhe meditimi bëhen bashkë për një përvojë super unike. Ka kulla tempulli mbi fusha të qeta dhe vizitorët mund të eksplorojnë edhe rrënojat me biçikletë dhe të shijojnë atë perëndimin e diellit mbas atyre tempujve mistike dhe shumë interesante. Për shembull, gjatë kësaj rrugës me biçikletë që je i rrethuar nga kjo gjallëria edhe gjelbërimi, të ketë kështu vende, e ke parasysh që bie pak dielli ndonjë vend specifik nga nëpërmjet gjetheve. Shumë e bukur. Do jetë një hapësirave të gjetheve. Po, do jetë fantastike për njerëzit që janë super të lidhur me natyrën. Ky është një vend që nuk duhet humbur. Po edhe po mos thjesht Tajlanda të bën ti je i lidhur me natyrën. Kjo është e vërtet. Ne njerëz sapo dham 3 sugjerimet e vendit që në këtë rast është Tajlanda, që nëse keni vendosur të shkoni atje nuk duhet t'i humbisni. Do dëgjojmë një këngë tjetër, Kevin? Dëgjojmë një këngë tjetër edhe kthehemi pastaj me Fakte dhe statistika. Sheshet ku xhirohen ëndra 104.6 në Radio Travel. Shihemi pas pak. U rikthyem në sheshet ku xhirohen ëndra dhe tani jemi në drejt fundit të programit me rubrikën tonë të fundit, Franci, që është fakte dhe statistika. Mull pak ritmin sepse u mërzita që ky episod po mbaron, se në Tajland nuk do doja që
ta mbyllja kur Tajlandën. Kjo më ndodhi mua me Japoninë në radhën e kaluar, emisionin e kaluar, Kevin, po s'kemi ç'bëjmë kur mbërrin ky moment i fakteve dhe statistikave, do të thotë që dhe emisioni jon po shkon drejt fundit dhe tani ne do t'ju japim disa të dhëna që në fakt edhe mua kur i lexoj më surprizojnë. Imagjinoje, Tajlanda ka mbi 1400 ishuj tropikal. Dhe nuk janë pakore. Janë shumë fare, është Janë thua shumë. 1400 qytete. 1400 dhe Atë një ata ishull është iman sa një nuk e qytet. di se sa janë funksional, sa i takon turizmit edhe kështu me radhë, por të kesh këtë vend me 1400 ishuj, prandaj Tajlanda është gjithmonë e preferuar. Mbi 40.000 tempuj budist, ishte ajo lidhja ime që ta thash me këto praktika shpirtërore, 40.000 të shpërndara në të gjithë vendin, imagjinoje do ketë nga ato që janë të hershme shumë tek këto të ndërtuar rishtazi. Zgjidhni këtë doni njerëz, mjafton të shkoni atje. Bangkoku që në fakt është një nga qytetet më të vizituara globalisht. Këtë e dija. Këto gjëra që ti Franci the janë shumë interesante, po dhe un kam gjetur disa fakte të tjera për ty edhe për gjithë dëgjuesit tan. Për shembull, e dieti që Muay Thai është sport kombëtar dhe trashëgimi kulturore tajlandeze? Unë e dija që rrite nga ajo zona andej, po që nga sport kombëtar nuk e dija. Me thënë drejtën, patjetër kjo nuk është çudi sepse ka shumë njerëz që e praktikojnë dhe është një sport që në fakt ka marrë hovë jo vetëm në Tajland, por edhe në Europë, patjetër edhe në Është Shtetet e përhapur Bashkuara të gjërësisht tani, nuk e di nëse ka këtu në Shqipëri, po me Me shumë mundësi shumë do ta mundësi duhet ketë, sjellin. duhet ketë Nëse se edhe kanë këtu. sjellë ide biznesi për ne Franci. Si? Ide biznesi për ne nëse nuk e kanë Po, sjellë. bëje ti dhe hajde tek zgjo po deshe tek rubrika e startupit që ne e kemi. Ma atje. reklamoni falas. Po patjetër, kur duash mund vish. Tjetër gjë, çfarë Një arsye më shumë për ta bërë atëherë. Për shembull, turizmi përbën një nga shtyllat kryesore të ekonomisë. E po tani, më fal, të kesh 1400 ishuj, të kesh ato plazhe fantastike, atë rivjerë, nuk e di, mbreslënse, edhe të mos jetë një nga shtyllat kryesore të ekonomisë, do bënte çik çudi. Do më vinte edhe mua çudi në Po, fakt. po. Mua më vjen mirë që Tajlanda është renditet gjithmonë e më shumë si një nga vendet më të vizituara çdo vit, sepse i ka gjitha këto atraksione që do të kënaqin çdo turist që do shkonte atje. Po për shembull që Tajlanda njihet si toka e buzëqeshjes për mikpritjen dhe harmoninë kulturore. Toka e buzëqeshjes, Në një xhiro të vogël që ti mund të bësh aty, ke 20 njerëz që po të vinë po të buzëqeshin. 20 njerëz, po ke edhe shumë çupka të bukura që të thonë, "Aj, edhe kështu me radhë." Sa i sigurt je për këtë? Jam shumë i sigurt, paktën kam parë kështu në për këto që më kanë dalë në Instagram, po ky nuk është tema e emisionit ton. Kemi kjo është për ta Ishte diskutuar. fakti i fundit që Një kishim. herë tjetër ta bëjmë mbylljen siç e bëra Po bëja fillimin, më Kevin, bëja. ëh. Për mua s'ka kuptim emisioni, po se bëri ti edhe hyrjen edhe mbylljen artistike. O bo, kështu me T'kam lënë suspans, pesh. me këtë zërin dhe me diksionin tim. Njerëz që po na dëgjoni në sheshet ku xhirohen ëndrat në 104.6 në radio, Travel me mua, Francin dhe Kevin. Kjo ishte Tajlanda, vendi ku deti, tempulli dhe metropoli ndajnë të njëjtin horizont, ku drita është e artë, ku nata është elektrike. Hey, Kevin, mbërritëm në fund. Mbërritëm në fund, po do të thoja edhe unë një dy fjalë për Patjetër Tajlandën. që po. Ka disa vende që të pushtojnë syrin edhe disa vende që të pushtojnë shpirtin dhe Tajlanda është një prej tyre. Me këtë e mbyllim edhe E deri mbyllim. javën tjetër mbani mend që çdo shexhërimi është një ëndër që pret të tregohet. Mirupafshim, nga unë Dëgjojmë Kevin të dhe Franci. enden tjetër. Ciao. Sheshet ku shirojnë ëndrat.